në një mullar të Sanës, e kemi improvizuar, kemi ngjitur antenë në radios Kosova Lirë, binte shi dhe atë ditë për çudi më tërhiqte vdekja. Unë me çdo kusht insistoja me dhon aty ku e kishin dhënë 150 metra më larg qyti mullarit Sanës, ku e kishin dhënë herën e parë. Edhe po i them Martin, sot po e japim te bunkeri ku e kena dhënë me 4 janar 1999. Ai insistonte në asnjë mënyrë. Pse bre Martin, që aty s'kan gjumë, veç një herë, jo, tha, nuk vjen shprehje. Absolutisht aty, midis ledine, aty ja, tha jo. Dhe për fat, ishte fat i madh që e dëgjova Martinin, edhe insistimi i tij, edhe si ja kom nisën. Aty e kemi improvizuar në një najllon, binte shi, ishte Valdet Hoti, Fatmir Dugolli, unë edhe Martin Quni, se kur s'kemi shku krejt komplet ekipa, për me u rrezikua. Nëse vritim, le të vritim 2, 3, 4, po jo 8, 9 sa ishin krejt. Edhe kur thash s'kemi shku ma shumë se 3-4 vet. Kur ta marrja kam nisur në ju flet Kosova e Lirë, qatë ditë, me 27 mars, me sy tonë e kena pa veç kur ka kërsit atje, 150 metra, s'ka pas ma shumë distancë, me dis bunkerit, granata, mina hedhësi i Serbisë, që asë copat s'na këshin gjitë. Satësisht që aty e ka qëllu. Bunker ku Bunker ku ke dhënë me 4 janar. Edhe pe sjell kokën Martin e shef, dhe nësët me të pas ndëgjua, mos e shumë asnjë.